Mirëmëngjesi për të gjithë juve shikues të Koha Vizionit, unë jam Erza dhe jemi përsëri këtu bashkë. Sot do të flasim me një psikologe klinike, e cila është zonja Selvi Zeti Qarkagjiu nga Qendra Kryesore për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës për ekspozitën Sy me Sy, që është hapur në kuadër të ditës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikt dhe për mesazhin që ajo përcjell për të mbijetuarit dhe shoqërinë. E besoj që zonjën Selvia kemi në linjë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Erza. Faleminderit shumë për kohën dhe besoj që e ke nisë ditën mirë dhe mbarë. Gjithsesi që po. Faleminderit për ftesën, kënaqësimi që në emisionin e juaj. Mbrëmë keni pasur ekspozitën Sy me Sy. Tregona se çfarë përfaqëson kjo ekspozitë. Atëherë, siç e potencove edhe ti, në kuadër të 9 qershorit, që është dita ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikt, që ka për qëllim luftimin e stigmës dhe njohjen e dhimbjes së të mbijetuarve, ne për të nderuar të mbijetuarit të dhunës seksuale gjatë luftës, duke marrë parasysh që punojnë fuqishëm me ta, dje kemi filluar hapjen e një ekspozite, që nuk është një ekspozitë e zakonshme, është një ekspozitë jashtëzakonisht e veçantë, që titullohet Ekspozita Sy me Sy, që sjell iriset e të mbijetuarve të dhunës seksuale dhe familjarëve të tyre, por gjithashtu krahas iriseve të tyre janë edhe rrëfimet e të mbijetuarve. Gjithashtu kjo ekspozitë sjell edhe 6 portrete të mbijetuarve të cilët kanë folur publikisht, siç është Ramadani Shori, Basfie Krasniqi dhe Shyrete Tahiri, por edhe familjarët e tyre që fuqishëm i kanë mbështetur. Është vajza e Ramadanit, është motra e Basfies, është gjithashtu edhe vajza e Shyretes. Ajo që ka e bën të veçantë ekspozitën Sy me Sy është për faktin që syri përfaqëson një diçka shumë të veçantë, përfaqëson dëshminë, përfaqëson kujtesën, identitetin. Dhe mbi gjitha, në këtë ekspozitë e përfaqëson edhe dialogun. Është e nevojshme që të mbijetuarit të dhunës seksuale, të cilët jo domosdoshmërisht duhet të flasin publikisht, jo të gjithë e kanë atë guxim, jo të gjithë e kanë atë mbështetje, por në kësaj ekspozite, përmes iriseve të tyre, e kanë një dialog me shoqërinë. Dhe kështu krijohet një ndjeshmëri ku ftohen shoqëria jonë të jetë më ndjeshme ka shit mbijetuarve, të bashkëngjej dhimbjet e tyre, po dhe të njëjtën kohë të zbashku ta luftojmë stigmën që tash sa vite i rrethon mbijetuarit të dhunës seksuale dhe i bën që ta heqin vujtin e tyre ose dhimbjen e tyre. Sa mendon që është e rëndësishme për të mbijetuarit të dhunës seksuale që gjatë luftës zëri i tyre të dëgjohet sot? Është jashtëzakonisht e rëndësishme, Erza, duke marrë parasysh që unë në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës punoj tashmë 20 vjet, kryesisht me mbijetuar të dhunës seksuale. E njoh për së afër me dhimbjen e tyre dhe e di se sa është e rëndësishme që ata të ndihen të dëgjuar, të ndihen të njihet dhimbja. Jo domosdoshmërisht njohja e dhimbjes së tyre e zhduk ato se çka kanë përjetuar, po e lehtëson shërimin e tyre. Edhe jo rastësisht ne e kemi zgjedhur që në këtë ekspozitë domethënë të përdoret irisi, sepse të mbijetuarit flasin shumë me sy. Flasin përmes syve e shprehin dhimbjen, përmes syve e shprehin gjithë ato që nuk mundën me e thënë, po në anën tjetër e shprehin edhe mirënjohjen për gjithë mbështetjen që e marrin. Mu zakonisht më pyesin si mundesh me punu me mbijetuar me të dhunës seksuale, sepse janë trauma të thella dhe për kaq shumë vite. Po shumë sinqerisht ju them, ajo mirënjohja e thellë të cilën unë e shoh në sytë e tyre, është ajo që çdo ditë më bën mi tham vetes që ja vlen çdo ditë më përkushtu për mbijetuarit të dhunës seksuale, edhe më bën ndryshime në jetën e tyre. Kështu mbështetja për ta është jashtëzakonshme, thjesht për m'ia lehtësu dhimbjen edhe për m'ia lehtësu shërimin në një farë mënyrë. Ju e përmendet që përmes kësaj ekspozite dhe të mbijetuarit kanë folur për përvojat e tyre personale, po sa ti si psikologe klinike, sa është e vështirë që ata të flasin pas një kohë shumë të gjatë për përvojat e tyre dhe dhunës që e kanë përjetuar? Keni parasysh që në këtë ekspozitë janë domethënë iriset dhe secili iris i një të mbijetuari ose një familjari shoqërohet me një rrëfim dhe këto rrëfime janë marrë nga librat të cilët paraprakisht kanë pas në thelb luftimin e stigmës, është libri Dua të dëgjohem, që përmban kryesisht historitë të mbijetuarve gra që kanë përjetuar dhunë seksuale. Mandej është libri Për të dhimbjes dhe guximet, që përmban kryesisht historitë të familjarëve që tregojnë se si janë prek nga dhuna seksuale
seksuale dhe se sa e nevojshme është që ata të mbështesin familjarët e tyre, po sa është e nevojshme që dhe shoqëria të mbështesë edhe ata si familjarë gjithashtu. Dhe është libri i tretë që është Zërat e padëgjuar të burrave. Do me thonë, këto irise dhe rrëfimet janë marrë nga këto libra, do me thonë, ekspozita është gjenerues si vazhdimsi e këtyre librave, por në anën tjetër me arrit me fol për atë se çka ka ndodhur nuk është lehtë. As më tepër për faktin që janë trauma të shtypura, janë trauma të cilat të mbijetuarit nuk e kanë lehtë me nda me gjithë secilin. Ke parasysh që jemi vitin 2026 dhe ne në vazhdimsi kemi të mbijetuar që për herë të parë vinë në organizat, për herë të parë shpalosin dhimbjen, pa e ndarë kur me askan tjetër, as me antarët e familjes, as me bashkëshortin, as me fëmijët e tyre. Dhe nuk është e lehtë. Megjithatë është për me nderu jashtëzakonisht guximi i tyre, sepse kjo është një lloj traume që ka nevojë të ndahet, ka nevojë të thuhet, ka nevojë të kuptohet prej të tjerëve, të bashkëngjihet për të tjerëve në mënyrë që të lehtësohet. Por ju si qendër çfarë lloj shërbime ofroni për ta? Ne si organizat duke marrë parasysh që punojmë për vitet të tëra, domethënë që nga pas lufta me të mbijetuarit e dhunës seksuale dhe me të mbijetuar që kanë përjetuar trauma të ndryshme, ne nuk ofrojmë vetëm shërbime psikologjike. Ajo që mundohemi të ofrojmë veçanërisht për të mbijetuar të dhunës seksuale janë shërbimet holistike, në atë kuptimin që një mbijetuar nuk ka nevojë të trajtojë vetëm simptomat e traumës, por ka nevojë të trajtohet në përgjithësi në mënyrë që ta tejkalojë traumën dhe të reintegrohet përsëri në shoqëri, kështu që ne fillojmë prej trajtimit individual psikologjik, mandej pas saj pason trajtimi grupor, kur të mbijetuarit e ndjejnë ose kanë motiven që të qasen grupit. Ideja është krejt që dhuna seksuale shkakton jashtëzakonisht izolim të mbijetuarit, prandaj ne kemi nevojë që ata të jenë pjesë e terapisë grupore në mënyrë që të risocializohen dhe të ndjejnë pjesë e grupit. Pastaj është edhe trajtimi mjekësor, ginekologjik, edhe psikiatrik, duke marrë parasysh që trauma është kronike dhe shpesh ka nevojë të trajtohet edhe me medikamente. Krahas krejt kësaj, për shkak që trauma e dhunës seksuale është vështirë të verbalizohet dhe shpesh herë dhimbja mbeshet në trup, somatizohet, ne ofrojmë edhe pak kohë të sesioneve të fizioterapisë, që do të thotë që nuk ka lëndime trupore, por e trajtojmë dhimbjen psikologjike përmes fizioterapisë. Mandej është gjithashtu mbështetja ligjore, që është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse për me pas një shërim të plotë, të mbijetuarit ka nevojë që t'i qasen edhe drejtësisë, sepse vetëm kjo i ofron qetësi shpirtërore. E në fund krejt kësaj, kur ofron krejt kjo mbështetje, ne provojmë që të mbështesin edhe me grande të vogla, ku ata kontribuojnë tek vetja e tyre dhe të familjarët e tyre, të familja e tyre, dhe kështu me të vërtet reintegrohen plotësisht në shoqëri. Por sa është rëndësishme mbështetja familjare dhe shoqërisë për të mbijetuarit? Mbështetja familjare, unë si psikologe konsideroj që është thelbi që të mbijetuarit të rri me këmbën. Për faktin që ata jetojnë çdo ditë me familjen. Edhe ma tregova që këtu është edhe një shërbim shumë të rëndësishëm që nuk e ceka, është edhe terapia familjare, sepse me të vërtet pas përjetimit të dhunës seksuale ekziston një përshllokje i madh mes anëtarëve të familjes dhe të mbijetuarit. Edhe në rastet kur familja është në dieni për atë se çka ka ndodhur, edhe në rastet kur nuk është në dieni, për shkak të traumës krijohet një boshllëk, nuk ka komunikim të mirë, shkatërrohet dinamika e anëtarëve të familjes dhe ne ofrojmë edhe terapi familjare, mënyrë që mi përmirësu komunikimin dhe anëtarët e familjes të lidhen. Kur një mbijetuar e ka mbështetjen e familjes, trajtimi i traumës është tejet më i lehtë dhe rimekëmbja është tejet më e shpejtë. Megjithatë, është e dhimbshme që një pjesë shumë e madhe të mbijetuarve që kërkojnë ndihmë në organizatën tonë, vinë fshehurezi nga bashkëshortet, vinë fshehurezi nga anëtarët e familjes, nga frika që nëse kanë me i tregu, si kanë me u perceptu, kanë me largu nga familja, kanë me u izolu nga familja, ka pas ndarje, ka pas divorce, izolime, kështu që kjo krejt i bën që ato të vazhdojnë të heqten ende. Në anën tjetër, sa është e rëndësishme ta kenë mbështetjen e shoqërisë, kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Dhe unë e konsideroj që viteve të fundit shoqëria kosovare është shumë më mbështetëse ka qenë mbijetuarve të dhunës seksuale, duke marrë parasysh që pas luftës nuk është diskutuar fare, thuaj se kjo temë nuk ka ekzistuar, ka qenë komplet tabu. Sot shoqëria është tetë më mbështetëse
Megjithatë, duke marrë parasysh që në Kosovë konsiderohet që ekzistojnë 20.000 të mbijetuar të dhunës seksuale. Deri më tani janë rreth 2200 që ju kanë qas njohjes së statusit ose shërbimeve ndihmëse, do të thotë që edhe 18.000 të tjerë ende vuajnë në heshtje, dhe 18.000 të tjerë ende nuk e kanë atë guximin sepse nuk e kanë mbështetjen e mjaftueshme, qoftë nga familja ose nuk ndihen mjaftueshëm të mbështetur nga shoqëria. Por kur jemi tek ekspozita, sta do të qëndroj ekspozita dhe e hapur dhe kush mund të shkoj dhe të shoh ato rrëfimet të tyre dhe si shkon procesi i ekspozitës deri kur? Shumë e rëndësishme që e cekët këtë. Ekspozita është e hapur. Ekspozita ka filluar domethënë me 18 qershor dhe do të jetë e hapur deri me 30 qershor. Është e hapur për çdo qytetar. Është e vendosur në ambientet të institucioneve për me sfidu harresën, për me ftu njerëzit me luftu stigmën, për me bashkëndjet dhimbjen, përmes rrëfimeve, përmes iriseve, përmes portreteve që qytetarët do të shohin aty. Krejt ideja është që me bashkëndje më shumë edhe me bu më shumë për të mbijetuarit, me trasu rrugën që ata thjesht i qasen burimeve ndihmëse pa qenë të paragjykun, pa qenë të stigmatizuar. A ka ndonjë periudhë kohore gjatë ditës ku mund të shkojnë dhe të shohin qytetarët? Duke marrë parasysh që ekspozita është e vendosur në ambientet e komunës së vjetër, konsideroj që është në hapësirën kur ata punojnë, domethënë prej mëngjesit prej orës 8 deri në ora 4, edhe pse shumë sinqerisht nuk është që e kam diskutuar çështjen e kohës, po paktën prej kësaj periudhe duhet patjetër të jetë e hapur. Por ju e përmendet që shumica e të mbijetuarve dhe kanë folur haptas, po cilat mendon që janë ato sfidat për ata që kanë folë normal si janë di, kur kanë folë edhe me ty pastaj janë njime të lirshëm, edhe për ata që normal nuk janë ende të gatshëm të folin publikisht për dhunat që i kanë përjetuar. Në Kosovë faktikisht janë 3 të mbijetuar që kanë folë publikisht, është e para Vasfia Krasniqi, e cila ka folë në vitin 2018. Mandej në vitin 2019 ka qenë Shyreti Tahiri, e cila nuk ka folë drejt për së për përvojën e saj traumatike, po ka kërkuar drejtësi, siç e cekata më herët, është një element jashtëzakonisht i rëndësishëm për të mbijetuarit, qasja në drejtësi. Dhe mandej ka qenë Ramazani Shori në vitin 2025, i cili i ka thyer tabut më të thella që edhe burrat mund të përjetojnë dhunë seksuale, sepse dhuna seksuale është një strategji e luftës, është një armë e poshtër e luftës që mund të prekë këdo, ka prek mosha të ndryshme duke fillu nga mosha 6 vjeç e tutje. Nëse flasim nga këndi psikologjik, sa është e rëndësishme të flitet publikisht, këta 3 që kanë folur publikisht me të vërtet kanë krijuar një ndjeshmëri jashtëzakonisht të thellë në shoqërinë kosovare, edhe jashtëzakonisht shumë e kanë luftuar stigmën. Por në anën tjetër, unë konsideroj që të flasësh publikisht ekzistojnë në mënyra të ndryshme. Të flasësh publikisht është edhe mënyra se si të mbijetuarit që kanë marrë pjesë në këtë ekspozitë kanë folur përmes librave. Rrëfimet e tyre tregojnë gjithë jetën e tyre, me çka janë ballafaqur gjatë luftës, po edhe përvoja e tyre pas luftës, stigmën të cilën e kanë ndjerë, mbështetjen dhe jo mbështetjen të cilën e kanë ndjerë. Të flasësh publikisht është edhe kur të flasësh vetëm me një psikologe, sepse e ndjen dhimbjen. Të jesh pjesë e një grupi në terapi grupore është të flasësh publikisht. Kështu që ekzistojnë mënyra të ndryshme që të mbijetuarit flasin, jo domosdoshmërisht duhet të ekspozohet fytyra e tyre. E rëndësishme është të dëgjohet zëri i tyre, dhe kur zëri i tyre drejt për së drejti nuk dëgjohet, jemi ne organizatat që mundohemi me përfshu mënyra të ndryshme, sepse është tepër e rëndësishme shoqëria jonë të di në për çka kanë kaluar të mbijetuarit, në për çka kalojnë tash edhe pas përfundimit të luftës, për shkak të stigmës së vazhdueshme, por është shumë e rëndësishme që në çdo antar i shoqërisë tonë të trasoj rrugën që të mbijetuarit të ndihen të mbështetur, të ndihen të kuptuar, edhe këtë për me trasu atë rrugën ku të mbijetuarit të kërkojnë ndihmë për trajtimin e tyre. Sepse ju besoj që tashmë jeni dijeni që ne kemi bërë një hulumtim që trauma është shumë e qartë bartet për një brezë në brezën tjetër. Dhe nëse neve nuk i japim mundësinë që të mbijetuarit të ndihen të mbështetur, të trajtuar, atëherë ne po japim mundësinë vetës që ta kemi një shoqëri me brezat të tonë të traumatizuar. Kështu që është tetë e nevojshme që ne ta luftojmë stigmën dhe të mbështesim mbijetuarin. Po, si mendon që mund të kontribuojnë qytetarët dhe institucionet për më shumë drejtësi dhe mbështetje? Institucionet ka qenë të heshtura deri vonë pas përfundimit të luftës, megjithatë kur në vitin 2014
të mbjetuarit të dhunës seksuale njihen tashmë me ligj sikurse gjithë kategoritë e dalma prej luftës. Kjo ka qenë një njohje e zakonshme, sepse më në fund të mbjetuarit e kanë ndjekur që më në fund shteti po na njeh dhimbjen, dhe kjo ka qenë shumë domethënëse. Ajo që ka qenë pak e lënë mangur ka qenë ndjekja penale e autorëve të krimit, të cilët po ripotencoj që për të mbjetuarit ka tetë rëndësi që është paqe shpirtërore kur autorët e krimit janë mbrapa grilave, dhe tashmë në aspektin institucional është ju dhënë vëmendje shumë më e rëndësishme çështjes në drejtësi. Tani për tani janë diku rreth 100 raste të cilët janë duke u ndjek penalisht, janë 12 akuza të ngritura, 5 raste vetë që kanë përfunduar procesin gjyqësor, 2 nga autorët e krimit janë duke huajtur dënimin, ndërsa 3 të tjerë gjykimi ka ndodhur, por domethënë është gjykimi në mungesë, dhe kjo i bën mbjetuarit që asnjëherë nuk është vonë me u çast drejtësisë, që herdo kur do e vërteta del në pa, edhe drejtësia është domethënë se për faktin që ajo ndjesia e turpit, ajo ndjesia e fajit që për vite të tëra të mbjetuarit e kanë mbajtur mbi shpatulla, momentin që kapet autori i krimit zhvendoset. Ajo ndjesia e fajit dhe turpit tani nuk ka një emër, ka një mbiemër, dhe nuk i takon mbjetuarve, sepse nuk ka takuar asnjëherë. Domethënë institucionet duhet vazhdojnë të bëjnë edhe më shumë sa i përket çështjes në drejtësi. Çka është e rëndësishme nga ana institucionale është që të mbjetuarit të kenë pasje në shëndetësi, sepse janë të diskriminuar në këtë drejtim. Edhe pse ligji për sigurimin shëndetësor e konsideron që në momentin që fillon në zbatim këta të mbjetuarit do ta kenë këtë mbështetje. Megjithatë deri më tani për të gjitha kategoritë që mbështeten me ligjin për vlerat e luftës kanë pas mbështetje shëndetësore nga ana institucionale, por të mbjetuarit nuk e kanë gëzuar këtë drejtë, dhe ne vazhdimisht kemi avokuar sa përket kësaj, dhe konsideroj që kjo është shumë e rëndësishme që të ofrohet sa më shpejt nga ana institucionale. Ndërsa nga ana e shoqërisë është tetë rëndësishme që të vazhdojnë të mbështesin, mos të stigmatizojnë, mos të paragjykojnë. Po e potencoj që prapë si dhuna seksuale ka qenë armë e luftës, ka mund me ndodhë si cilët prej neve. Megjithatë kanë pas fatin 20.000 më shumë antarë shoqërisë tonë me përjetu, dhe ta meritojnë që ne t'i mbështesim, që ne t'i ofrojmë dita mënyra që këta dhe këto të mbjetuar të dhunës seksuale të reintegrohen dhe të jenë të barabartë sikurse secili prej neve në shoqëri. Faleminderit shumë zonja Selvia për të gjitha këto informacione dhe kënaqësi që bashkë biseduam për këtë temë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi me qenë emisionin. Kënaqësia imja, faleminderit shumë.